qeveria jonë goditet pa pushim si më e korruptuara dhe Shqipëria baltoset pa pushim si më e kriminalizuara. Shikojeni se si u turin tenxheret që prokuroria nuk i heton, edhe pse i ka prej kohësh dosjet atje, për pastrim parash dhe për evazion fiskal, me fakte dhe të nënshkruara nga autoritetet e të njëjtit shtet. Po si mundet? Si justifikohet? Si gëlltitet? Kjo burracakrie neveritshme, prej trimash që bëjnë shpatarin e verbër me punojnësit e shtetit dhe me politikanët e Partisë Socialiste. Për gjithë farloj çështjes dhe akuzash, që shkojnë nga ato serioze deri tek shpërdorimet imagjinare të detyrave të punonjësve të administratës dhe friken si pula nga dy uturakët më të mëdhenj të pazarit mediatik të Shqipërisë, të cilët nga ana e tyre bombardojnë publikun me jashtënxjerrjet e lloj-lloj personazhesh antikorrupsion në ekran dhe me parat zezë në dorë pasi mbaron bombardimi, ndërkohë që dosjet me të gjitha faktet për riciklimin e paras pist dhe për evazionin e tyre fiskal janë në prokurori prej vitesh. Dhe këta të parave të zeza në dorë arrin të teorizojnë se si duhet djegur Shqipëria për të shpëtuar nga unë dhe nga ju, apo të tregojnë se si me korrupsionin tim unë kam korruptuar dhe Komisionin Evropian, që Komisioni Evropian të mos bëhet si uturakët ku ata jashtënxjerrin gjithë vrerin e tyre